Bazuar në vendimin Komisioni i posaçëm i reformës territoriale nisi zyrtarisht punën në kuvend. Sot bëjmë mbledhjen e parë. Pjesëmarrja e plotë e anëtarësisë nga mazhoranca nuk u reflektua e njëjtë nga krahu tjetër, teksa në mbledhje u paraqitën vetëm 2 opozitar, Vangel Dule dhe Edmond Haxhinasto. Megjithatë, bashkëkryetari Arbian Mazniku dha direktivat kryesore ku do të bazohen diskutimet për ndryshimin në ligj. Është një element i cili do të impaktojë në mënyrë të qëndësishme mënyrën se si zhvillohet vendi në 20-30 vitet e ardhshme. Pikërisht për këtë arsye është tema e nevojshme ne të fillojmë këtë proces eksaktësisht tani, të dalim përpara në kohë dhe të sigurohemi që institucionet tona të jenë të gatshme në momentin që Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkaq, 2 përfaqësuesit e opozitës kërkuan që para se të nisin diskutimet për reformën, të analizohen më parë efektet që solli ndryshimi territorial i vitit 2017. Do të ishte me vlerë që krahas materialeve të tjera të na përgatiste stafi edhe një dosje me materialet më të domosdoshme të punimeve të atij komisioni gjatë legjislaturës së kaluar. Të ishte një analizë për efektet pozitive dhe negative që ka sjell reforma vitit 2014. Pas unë jam plotësisht dakord me ju kur thoni që objektiv duhet të jetë rritja e eficiencës së strukturave vendore. Për shkak të mungesës së bashkëkryetarit Luciano Boçi, Arbian Mazniku tha se plani apo agenda e punës do të prezantohet në mbledhjen e radhës në prani të gjithë anëtarëve të komisionit.